Kruja sonte nuk është thjesht në nënkërcënimin e flakëve, është në nënkërcënimin e humbjes. Flakët që kanë përfshirë malësinë e krujës, po përhapen me shpejtësi, ndërsa situata bëhet gjithnjëherë më alarmante. Zjarfiksit po përballen me një terren të vështirë dhe me një zjarr që po përhapet me ritme të frikshme. Por frika më e madhe nuk është vetëm për pyjet, tokat apo banesat, është për krujën historike. Barabi, Varoshi dhe Dhubani nuk janë thjesht emra lagjesh në hartën e një qyteti, janë pjesë e kujtesës së krujës, janë rrugë, shtëpi, mure, histori familjesh dhe gjurmë të një qyteti që kanë mbajtur mbi vete shekuj të tërë. Dhe sot, këto lagje janë në rrezik. Nëse flakët afrohen, rrezikohet shumë më tepër se një promë private, rrezikohet një pjesë e identitetit të krujës. Situata në terren është veçanërisht e vështirë. Disa prej zjarfikësve që po luftojnë me flakët kanë mbetur të bllokuar mes tyre, ndërsa ekipet vijojnë përpjekjet për të vënë në kontroll një zjarr që ndryshon drejtim dhe përhapet me shpejtësi. Në këto kushte, çdo minutë ka rëndësi, çdo mjet zjarfikës ka rëndësi, çdo ekip që ndodhet në terren ka rëndësi, por mbi të gjitha, ka rëndësi që kjo situatë të mos trajtohet si një tjetër zjarr vere që do të shuhet dhe do të harohet sapo të largohet tymi, sepse nëse flakët arrin te lagjet historike të krujës, pasojat nuk do të maten vetëm me hektar të djegur apo banesa të dëmtuara, do të maten me atë që nuk mund të zëvendësohet, me historinë, me trashëgiminë, me kujtesën, me atë kruj që brezat e kanë gjetur përpara nesh dhe që ne kemi detyrimin t'u dorëzojmë brezave që vijnë. Sonte, zjarfikësit janë në betejë me flakët, ndërsa institucionet duhet të jenë në betejë me kohën. Nuk është momenti për deklarata, nuk është momenti për justifikime, është momenti për mobilizim maksimal. Çdo burim që mund të vihet në dispozicion duhet të jetë në terren, çdo zonë e rrezikuar duhet të monitorohet, çdo banor që ndodhet në rrezik duhet të ketë ndihmën dhe evakuimin e nevojshëm, sepse kruja nuk është vetëm një qytet. Kruja është një nga simbolet më të forta të historisë sonë dhe një vend që ka mbijetuar shekujve nuk duhet u humbas përpara flakëve të një nate. Sonte, kruja ka nevojë për ndihmë. Nesër, kur zjarri të jetë shuar, do të kemi kohë të bëjmë pyetjet, si nisi, pse u përhap kaq shpejt, a kishte kapacitete të mjaftueshme, a u morë masat në kohë, a ishte e mbrojtur zona historike, dhe mbi të gjitha, a mund ishte parandaluar një pjesë e kësaj katastrofe? Por sonte jo. Sonte duhet të shpëtohet çfarë mund të shpëtohet, sepse kur flaka afrohet e historia, nuk kemi luksin të presim.